Tensioni mes Limit dhe Klodit arrin kulmin. Të dy qëndrojnë përballë njëri tjetrit me fytyra të ngrira dhe zëra të fortë. Banorët e tjerë ndalojnë së foluri dhe vëzhgojnë nga larg, duke e ndjerë se situata po shkon drejt një debati serioz. Limi e nisi pari me një ton të ashpër dhe të prerë. Ai i thot Klodit që të mos merret më me të, duke theksuar se është lodhur nga provokimet dhe komentet e vazhdueshme. Fjalët e tij dalin të forta, plot nerv dhe mllef të mbledhur prej ditësh. Ai shprehet se nuk i pëlqen as pak mënyra se si Klodi flet për të dhe se nuk do të tolerojë më ndërhyrje në punët e tij. Klodi reagon menjëherë, duke mos e pranuar tonin e Limit. Ai i thot se nuk ka frikë nga askush dhe se nuk i pëlqen që Limi përpiqet të imponojë veten. Debati bëhet gjithnjë më i zjarrt, me akuza nga të dyja palët. Secili përpiqet të tregojë se ka të drejtë dhe se tjetri është duke e tepruar. Limi vazhdon të flasë me zë të ngritur, duke i thënë Klodit që ta lërë rehat dhe të fokusohet tek vetja e tij. Ai shprehet se nuk i pëlqen as pak mënyra provokuese e Klodit dhe se kjo po krijon tension të panevojshëm në shtëpi. Ai e quan sjelljen e tij të papranueshme dhe të ulet, duke theksuar se nuk do të lejojë më mungesë respekti. Klodi, nga ana tjetër, përpiqet të mbrojë veten. Ai i thot se nuk është ai që e ka nisur këtë përplasje dhe se gjithmonë ka thënë mendimin e tij hapur. Ai i akuzon Limit se po e bën situatën më të madhe se ç'është dhe se po kërkon konflikt aty ku nuk ka nevojë. Debati zgjatet për minuta të tëra, me ndërprerje, zëra të lartë dhe pauza të shkurtra ku secili merr frym dhe përgatitet për fjalën e radhës. Emocionet janë të forta dhe tensioni ndihet në çdo cep të dhomës. Banorët e tjerë përpiqen her pas here të ndërhyjnë për të qetësuar situatën, por pa shumë sukses. Limi kthehet sërish, duke i thënë Klodit se kjo është hera e fundit që ia toleron sjelljen. Ai shprehet se dëshiron qetësi dhe respekt, jo debate të kota dhe provokime. Fjalët e tij janë të forta, por tani më të kontrolluara, sikur po përpiqet të mos e çojë situatën më tej. Klodi e dëgjon, por nuk tërhiqet plotësisht. Ai i thot se do të vazhdoj të flas kur mendon se diçka nuk është e drejtë dhe se nuk i pëlqen të hesh vetëm për të shmangur konfliktin. Megjithatë, toni i tij fillon të ulet gradualisht. Pas një kohe të gjatë përplasjeje verbale, debati nis të shuhet. Të dy qëndrojnë në heshtje për disa sekonda, duke marrë frym thellë. Tensioni ende është aty, por shpërthimi i parë ka kaluar. Ata largohen pak nga njëri tjetri, secili me mendimet dhe nervat e veta. Ky moment i ngarkuar emocionalisht zgjet për më shumë se 5 minuta video, duke treguar përplasjen e fortë të karaktereve, nervat e mbledhura dhe konfliktin e hapur mes Limit dhe Klodit, pa kaluar në dhunë fizike, por duke mbajtur dramën dhe intensitetin maksimal.